Sì, è una zona agricola, intera agricola. Ma ci sono Të nderuar banorë të Kutallis, Urës Vajgurore, Dimalit, Kuçovës, Beratit, Poliçanit, Skarparit, të nderuar fermerë që keni ardhur këtu takoni doktor Berishën. Ti urojmë gjithë bashku mirëseardhjen doktor Berishës me një duar tokitje. Kemi kënaqësinë të kemi dhe zonjën Erika Maceti, eurodeputete e Forca Italias, komisionere në Parlamentin Italian për punët publike, mikeshe e Partisë Demokratike që ka ardhur të na mbështesin këtë fushatën tonë dhe në fitoren tonë 11 maj. Ky është një takim i kërkuar nga fermerët e zonës Beratit, doktor Berisha. Zona më pjellore e Shqipërisë, nga fermerë njerëz ndershëm, që me djersën e tyre, me mundin e tyre, kanë ngritur të ardhmen e tyre në këtë vend. Dhe nuk duan të largohen nga ky vend. Duan të punojnë me ndershmëri, pavarësisht se 12 vite është për gjithë shka që ata të braktisin vendin e tyre. Pavarësisht se sektori që ata përfaqësojnë është sektori më i persekutuar në ekonominë shqiptare, që jep 20% prodhimit brendshëm bruto dhe merr 0.1% mbështetje. Ne kemi programin më të mirë. Ne kemi programin më të mirë për fermerët dhe bujqësinë shqiptare. Ky bashkëbisedim do zhvillohet pikërisht në këtë dritë. Pa humbur kohë, do t'ja kaloj fjalën kryetarit Partisë Demokratike, liderit opozitës, profesor doktor Sali Berishës.